Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, po e nisim këtë javë me disa tema mjaft të rëndësishme për vendin, siç është ajo e çështjes së sigurisë së vendit, po ashtu edhe me çështjet që kanë të bëjë me energjinë elektrike, pra ku pat protesta, por u thirr sot që të ketë një takim me gazetarët nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike. Pra, për të gjitha këto çështje, sot do të diskutojmë në Infode, mirë po fillimisht do të njohim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme dhe më pas të kthehemi me intervistat. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, takoi të hënën të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë. Anu Pratipati, në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, përfshi situatën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Duke folur për situatën e sigurisë dhe zhvillimet në këtë sferë, presidentja Osmani theksoi tendencat e vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e Kosovës dhe të gjithë rajonit, përmes veprimeve të mirë koordinuara me struktura ilegale dhe banda kriminale serbe, thot në njoftimin e presidencës. Takimi Osmani Pratipati vjen një ditë pas arrestimit të serbëve në Gjakov dhe Prizren, të cilët pretendonin se ndodheshin në pelegrinazh. Presidenca duke theksuar se Osmani diskutoi me diplomatën amerikane dhe për arrestimin e serbëve. Sipas njoftimit, Osmani theksoi se ky veprim është pjesë e një përpjekje të vazhdueshme nga Serbia për destabilizimin e Kosovës përmes kërcënimeve dhe dhunës. Sipas presidencës, kjo përmbën një ndërhyrje të papranueshme në sovranitetin shtetëror të Republikës së Kosovës. Prokuroria ka kërkuar 30 ditë para burgim për 4 të ndaluarit, të cilët akuzohen për armbajtje pa leje. 16 persona të ndarë në 4 automjete me targa të Gragujevcit të Serbisë u arrestuan të shtunën dhe të dielën në Gjakov dhe Prizren. Bëri të ditur ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Cveçla të dielën. Ai tha se 4 prej tyre rezultuan të jenë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë së Serbisë. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shqyrtoj ftesën për takim nga kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në LDK thanë se organet e partisë do të vendosin se si duhet përgjigjur kësaj ftese të Kurtit. Kurti ka ftuar për takim kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, para seancës së konsultimit të kuvendit. Në letrën që është publikuar në media, Kurti ka kërkuar takim këtë javë me Abdigjikun, duke ofruar si opsion datën 9 prill dhe 10 prill. Antarja e kryesisë së LDK-s, Jehona Lushaku, e cila është edhe deputete zgjedhur e LDK-s, tha se qëndrimet e LDK-s për koalicionin qeverisës me lëvizjen Vetëvendosje i kanë të qarta. Pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, në LDK kanë qenë të prerë kundër një koalicioni me lëvizjen Vetëvendosje. Organet e partisë do të vendosin se a do të shkojmë apo jo, përndryshe qëndrimet tona për qeverisjen me lëvizjen Vetëvendosje i kemi të qarta. Në media është raportuar se Kurti është takuar javën e kaluar dhe me kryetarin e nismës socialdemokrate, Fatmir Limaj. Mirë po në lëvizjen Vetëvendosje dhe as nisma nuk e kanë konfirmuar një takim të tillë. Seanca konstitutive e kuvendit do të mbahet me 15 prill. Nga 1 maj pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike për 15%. Kështu po e ditur nga zyra rregullatorit të energjisë gjatë takimit me gazetar. Me tensionin në mes të gazetarëve dhe zyrtarëve të zyrës së rregullatorit të energjisë, nisi takimi i ftuar nga ZRE me gazetarët. Gazetarët kërkuan që ky takim të mbajë në praninë e kamerave, ndërsa nga ZRE insistonin që ky takim të mbajë vetëm me gazetarë, pa u xhiruar. Njoftimin e zyrës së rregullatorit të energjisë, i cili u ishte dërguar mediave, thuaj se 10 minutat e parë të këtij takimi mund të xhiroheshin. Pas insistimit të gazetarëve, zyrtarët e ZRE-s u pajtuan që takimi të mbahet në praninë e kamerave. Drejtori menaxhues në zyrën e rregullatorit të energjisë, Petrit Pepa, i tha se arsyeja kryesore e propozimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike prej 15% është për shkak të rritjes së çmimit në bursa dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Po, edhe shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka. Ky është shkaktari kryesor, do të thotë nuk ka përshtatje tjera që kanë diku në këtë 15%, keni të sigur që
edhe në raport me investimet, edhe në raport me vlerat tjera të efikasitetit, edhe në raport me lakurën e vendeve, regulatori i ka njohur vetëm ato që i ka njohur gjatë procesit të shështitarët. Kryesor për rritjen e propozuar të tarifave është çmimi i shkaktuar i energjisë elektrike dhe duhet ta kemi në konsideratë edhe një fakt tjetër, se gjatë këtij viti njësitë e Kosovës do të jenë rëmën për një kohë gjatë dhe kërkesa për import të energjisë elektrike është e domosdoshme për më mujt me siguru furnizim qëndrueshëm për konsumatorët. Pepa i para gazetarëve tha se vendimi për rritje të çmimit të energjisë për 15% pritet të votohet me 11 prill dhe do të hyjë në fuqi nga 1 maji. Paralajmërimi i zërejës për ngritje të çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shkaktuar pakënaqësi të madhe të qytetarëve dhe bizneset. Të shtunën është mbajtur një protestë përmes të cilës kanë kërkuar rritje të energjisë elektrike, ndërsa një protestë e radhës është paralajmëruar edhe këtë të premte. Me rastin e shënimit të ditës botërore të shëndetësisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, ka filluar dita e parë e trajnimit të prindërve, kujdesi në grup për prindërim. Në këto trajnime, të cilat do të mbahen nga një takim në muaj për 7 muaj, nëna do të mund të ndajnë përvojat e tyre, eksperiencat, shqetësimet, por edhe këshilla nga infermierët. Shefja e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, si financuese e projektit, tha se në Kosovë mbetet shumë për të bërë rreth nënave dhe foshnjave të posalindura, ndërsa drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, shtoi se përmes këtij programi, i cili është i treti që i kushtohet kësaj kategorie, drejtoria dëshiron që t'i forcojë programet për nënat dhe fëmijët. Që është programi i tretë i cili i kushtohet kësaj kategorie, që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve për gratë, nënat dhe për fëmijët, dhe ky është projekti i tretë që ne fillojmë brenda 2 viteve, e përmendi edhe kryetari, duke pas parasysh se përmes këtyre projekteve ne dëshirojmë të forcojmë programet për nënën dhe fëmijën, parasysh se sot në botë konsiderohet që fatkeqësisht vdesin diku 300.000 gra, domethënë 6 azanis në vit dhe 2 milion fëmijë posalindur dhe 2 milion tjerë gjatë lindjes, është një numër ende i madh dhe probleme që ka kjo kategori, prandaj përmes këtyre programeve dhe programe që po bën domethënë UNICEF-i dhe Ministria e Shëndetësisë, ne kemi arritur me kriju kapacitete për këto 3 programe. E përfund kryetari kryeqytetit Përparim Rama u shpreh se ky program do të ndikojë tek nënat në aspektin psikik dhe fizik. Sot dita e parë faktikisht e trajnimit të prindërve, të cilët kanë beba, foshnjë të sapo lindura, për me i trajnu se si duhet me u kujdes për fëmijët e tyre ose për informata shtesë të cilat ju nevojiten, që ta kenë një periudhë kohore sa më të shëndosh në aspektin psiqik edhe fizik, edhe për foshnje, po edhe për prindër. Ky është një proces faktikisht që ne e kemi fillu edhe para 2 vitesh me vizita në përshtëpi tek prindërit që kanë foshnje të sapo lindura, e po ashtu edhe me trajnime për nënat 7 zone që kemi fillu para 1 viti, se me i trajnu jo vetëm nënat, po edhe baba. Ky program për kujdesin e prindërve dhe foshnjave është një bashkëpunim mes komunës së Prishtinës dhe UNICEF-it. Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të jap gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes 2 vendeve fqinje. Tha të hënën në Podgoricë shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas. E pyetur për ngecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konferencë për media se ajo çfarë po bëjmë këtë muaj është analizimi. Së bashku me të dërguarin e BE-s për dialog, Peter Sorensen, i cili e mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nga to nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt PE-s, tha Kallas. Kallas nuk dha më shumë hollosi se cilat mendon që ishin gabimet apo çfarë nuk ka shkuar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionët janë rritur. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, mbërri nesër në Tiranë, ku do të pritet nga presidenti Bajram Bekaj, rreth orës 8:50.